Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anullimin e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës. Mësohet se vendimi është marrë pas skadimit afateve të përcaktuara në kontratë për përfundimin e punimeve në aeroport. Ndërkohë, biznesmeni Behgjet Pacolli ka paralajmëruar arbitrazh ndërkombëtar ndaj shtetit shqiptar. Proceset e gjata gjyqësore midis dy firmave koncesionare MAPCO SHPK dhe 2A Group për veprën e aeroportit të Vlorës kanë bërë që Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës të nisë procedurat për anullimin e këtij koncesionari. Sipas informacioneve, aeroporti i Vlorës duhet ishte gati në shkurt të vitit 2026, megjithatë, punimet nuk përfunduan. Për këtë, Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi la një afat 90 ditor për përfundimin e punimeve, por sërish përfundimi i aeroportit nuk u realizua. Gjithashtu sërish Ministria përkatëse la një afat 30 ditor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet dy firmave përkatëse, MAPCO SHPK dhe 2A Group, por sërish të dyja firmat vijnë të jenë ende në procese gjyqësore. Për këtë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anullimin e koncesionarit të Vlorës. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për anullimin e kontratës koncesionare për aeroportin e Vlorës. Burime për Blu Televizion bëjnë me dije se vendimi është marrë pas skadimit të afateve të përcaktuara në kontratë për përfundimin e punimeve në aeroport. Punimet në aeroportin e Vlorës duhet të përfundonin në shkurt të vitit 2026. Pas të kalimit të këtij afati, kontrata parashikonte një periudhë shtesë prej 90 ditësh për përfundimin e punimeve. Por edhe ky afat ka skaduar pa u bërë mundur përfundimi i aeroportit. Sipas burimeve, një prej shkaqeve kryesore të vonesave lidhet me mosmarrëveshjet mes dy kompanive të përfshira në koncesion, MAPCO, e drejtuar nga biznesmeni Behgjet Pacolli, dhe 2A Group, e drejtuar nga Valon Ademi. Për i fundit të vitit të kaluar, dy palët janë përfshirë në një seri përplasjesh dhe procedurash ligjore lidhur me pronësinë dhe përqindjen e aksioneve në koncesionin e aeroportit të Vlorës. Në muajin maj, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi u kishte vendosur palëve një ultimatum prej 30 ditësh për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zhbllokimin e situatës në kantier, por pavarësisht këtij ultimatumi, konflikti mes dy kompanive nuk është zgjidhur. Përkundrazi, mosmarrëveshjet janë thelluar duke çuar tashmë në nisjen e procedurave për zgjidhjen e parakohshme të kontratës koncesionare. Burimet bëjnë me dije gjithashtu se ndaj kompanive kontraktuese janë vendosur dhe gjoba për vonesat në përfundimin e punimeve. Një nga skenarët që po shërtohet është marrja në administrim nga shteti i aeroportit të Vlorës. Megjithatë, ky proces pritet të jetë i gjatë, pasi kërkon ndjekjen e një sër procedurash ligjore dhe kontraktuale. Ndërkohë, biznesmeni Behgjet Pacolli ka paralajmëruar më herët nisjen e procedurave për arbitrazh ndërkombëtar ndaj shtetit shqiptar, duke pretenduar se institucionet shqiptare nuk kanë ndërhyrë për të zhbllokuar situatën dhe për të mundësuar vijimin e punimeve në aeroport. Tashmë pritet që procedurat e nisura nga qeveria shqiptare të përcaktojnë fatin e koncesionit dhe mënyrën se si do të vijojë administrimi dhe përfundimi i aeroportit të Vlorës. Vendburimi i Gorishtit Kocullit mund të kalojë sërish në shfrytëzimin nga një operator privat. Një urdhër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë i datës 28 korrik 2026 ngarkon Alpetrolin të përgatisë dokumentacionin për hapjen e procedurës së dhënies së drejtës së shfrytëzimit përmes një marrëveshje hidrokarbure për më gjerë shënimi redaksional. Vendburimi Gorisht Kocullit mund të kalojë sërish në shfrytëzim nga një operator privat, një urdhër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë i datës 28 korrik 2026 ngarkon Alpetrolin të përgatisë dokumentacionin për hapjen e procedurës së dhënies së të drejtës së shfrytëzimit përmes një marrëveshjeje hidrokarbure. Dokumenti nuk tregon se vendburimi i është dhënë tashmë një kompanie, por konfirmon se shteti ka nisur procedurën për të përzgjedhur operatorin privat që do ta shfrytëzojë. Një vendburim që vazhdon të prodhojë. Gorisht Koculli nuk është një vendburim i braktisur. Sipas të dhënave të Alpetrolit, ai ka 284 puse në inventar, prej të cilave 142 janë aktive për prodhimin e naftës dhe gazit. Thellësia e puseve varion nga 700 deri në 1500 metra. Prodhimi i raportuar ka qenë 31.277 ton në vitin 2021, 33.128 ton në vitin 2022, 32.902 ton në vitin 2023,
32.478 tonë në vitin 2024, 29.243 tonë në vitin 2025 dhe 9.634 tonë gjatë vitit 2026. Vetëm në vitin 2025, vendburimi prodhoi mbi 29.000 tonë naftë. Pra, shteti nuk po kërkon operator për një zonë pa aktivitet, por për një pasuri që vazhdon të gjenerojë prodhim hidrokarbur nga privati te shteti dhe përsëri në garë. Gorisht Koculi është përfshirë edhe më parë në marrëveshje hidrokarbure. Në vitin 2007, ai u dha kompani Stream Oil and Gas së bashku me vendburimet Sakran Mollaj dhe Ballë Shekar. Aktiviteti vijoi më pas në kompaninë Transatlantic Petroleum Albania. Në vitin 2017, shteti rimori në administrimin e Alpetrolit Gorisht Koculin dhe Sakran Mollajn pas mosmarrëveshjeve dhe pretendimeve për mospërmbushjen e detyrimeve kontraktuale. Megjithatë, vetëm një vit më vonë, në vitin 2018, vendburimet u përfshin sërish në një procedurë për t'u dhënë një operatori privat. Gara e vitit 2018 dhe proceset gjyqësore. Në garën e këtij viti morën pjesë kompani si Bankers Petroleum, Transoil Group, Leto Records dhe Alcan Petroleum. Fitues u shpall Transoil Group e lidhur më pas me Terra Oil Swiss. Përzgjedhja u kundërshtua në gjykatë nga kompani pjesëmarrëse në procedurë. Në informacionin zyrtar të gjykatës së lartë të publikuar në 8 prill 2026, figuron ende çështja e Alcan Petroleum kundër Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Alpetrolit, lidhur me procedurat për Gorisht Koculin dhe Sakran Mollajn. Kjo do të thotë se procedura e re e vitit 2026 nis mbi një histori që ende ka gjurmë në sistemin gjyqësor, kompanitë dhe lidhjet që duhen verifikuar. Një tjetër emër i përfshirë në procedurën e mëparshme është Leto Resource. Në vitin 2018, kjo kompani emëroi Sotirios Kapota si drejtues ekzekutiv, i cili kishte pasur më herët lidhje profesionale me Stream Oil and Gas. Kjo nuk do të thotë se Leto apo persona të lidhur me të do të marrin pjesë në garën e re. Megjithatë, duhet verifikuar se cilat kompani do të paraqiten, cilët janë pronarët dhe drejtuesit e tyre dhe nëse kanë lidhje me operatorët e përfshirë më parë në historinë e vendburimit. Por sa vlen marrëveshja për shtetin? Alpetroli raporton 142 puse aktive dhe mbi 29.000 ton prodhimi gjatë 2025-s. Megjithatë, ende nuk janë bërë publike kushtet ekonomike të marrëveshjes së re. Nuk dihet se sa do të investojë operatori privat, sa do të përfitojë shteti nga prodhimi, sa do të zgjas marrëveshja, cilat do të jenë detyrimet minimale dhe mbi çfarë formule do të ndahet prodhimi. Këto element do të përcaktojnë nëse marrëveshja është ekonomikisht e leverdishme për shtetin shqiptar. Historia e Gorisht Koculit përmblidhet në një cikël në vitin 2007 ju dha privatit, në 2017 ju rikthye Alpetrolit, në vitin 2018 u hap një tjetër garë që përfundoi në procese gjyqësore, ndërsa në vitin 2026 ka nisur një procedurë re për gjetjen e operatorit privat. Urdhri 28 korikut nuk është një kontratë e firmosur, por hapi i parë drejt një marrëveshje të re hidrokarbure. Dokumentet që duhet të bëhen publike janë kriteret e garës, formula ekonomike, kohëzgjatja e marrëveshjes, investimi minimal, detyrimet ndaj shtetit, mënyra e ndarjes së prodhimit dhe lista e kompanive private. Vetëm pas publikimit të tyre mund të kuptohet nëse bëhet fjalë për një procedurë normale për përzgjedhjen e një operatori privat apo për rikthimin e interesave të vjetra rreth një prej vendburimeve më të rëndësishme të naftës në vend. Qytetarët e Vlorës e shohin si shqetësues fenomenin e shtimit në numër të aksidenteve rrugore, që ndikojnë sipas tyre edhe nga mbipopullimi i rrugëve, veçanërisht në sezonin veror. Sipas tyre duhen kontrolle më të repta dhe ndëshkime pa pasur selektime për shkelësit e kodit rrugor. Një aksident me pasojë humbjen e jetës në Llogora, një vajzë aksidentuar në vijat e bardha në Transballkanike, 3 të rinj që kanë humbur jetën në Sarandë dhe Ksamil, si dhe disa të lënduar. Ky është bilanci tragjik i aksidenteve rrugore për gjatë muajit korrik. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësues fenomenin e shtimit në numër të aksidenteve rrugore, që ndikohet sipas tyre dhe nga mbipopullimi i rrugëve, veçanërisht në sezonin veror. Aksidentet e shumta në numër sipas qytetarëve shkaktohen nga mosbatimi i kodit rrugor, por në to ndikojnë edhe fenomene të tjera, si mungesa e sinjalistikës apo dhe vetë këmbësorët. Ata shprehen se për të pakësuar aksidentet rrugore duhen kontrolle më të repta dhe të gjithë ata që shkelin kodin rrugor të ndëshkohen pa pasur selektime. Vën re një shtim i aksidenteve rrugore në barë vendi, këto e ke pas si fenomen apo jo? Po ndoshta është edhe nga shtrëngesa e makinave që ka shumë, që kanë ardhur refugjatët e kjo e bën më të vështirë. Si e si fenomen rritjen e numrit të aksidenteve?
është negativ dhe a duhet parandaluar? Po unë du ta parandaloj këtë tani. Jo, them, çfarë mendoni ju? Duhet të ndërhyjmë për ta parandaluar? Po ato i shikon dhe shteti më mirë se neve, dhe e din dhe më mirë, ka studiu sa më të mirë se ne. Nga vijnë aksidentet? Nga mendon se shkak? Po unë them nga shtrëngesa, se nuk ka ndonjë gjë tjetër, një faktor tjetër. Po dhe drejtuesve, po edhe shtrëngesa, se ka shumë shtrëngesë tani, ti e ke radhën në maj. Ku të venë njerëzit tani? Duhet zbatuar më mirë kodin rrugor? Po patjetër, të gjithë. Po ne e zbatojmë, se jashtë ne jemi shumë të aftë, jemi shumë të zotë, pse këtu mos të zbatojmë? Duhet ndryshoj diçka dhe te dhënia e patentave, mendon se Po ndoshta edhe kjo mund të jetë një faktor. Ndoshta edhe kjo mund të jetë. besoj i ke dëgjuar lajme që vetëm për këto flasin. Si e Unë s'kam televizor shtëpi fare. Po mirë, po ta them unë. Janë shtuar aksidente rrugore E po çfarë të bëjmë më janë shtu ti hek? Jo, Po çfarë? si e mendon, si e komenton? Pse vjen? Unë e komentoj, Pse ka shumë aksidente? unë do të komentoj. Po. Besimi të prurë të vetvetja. Besim të prurë. Unë jam shofer, shteti nuk punon, se ky shkushërim kësaj, pa ne vujmë ne nga kjo punë në ormik. Nuk jemi shtet i vogël, njihim në infrashë me Skënderbeun. Po su bë diçka, praktike kjo është, lera që miku im, stop, ka filanit. A zbatohet kodi rrugor si Po, duhet? Do me di për kodë rrugore. Rrugopllati ky popull është i vështirë, është shumë i vështirë. Ndikojnë pijet alkoolike apo Ai pi drogë, alkool, çfarë ti bësh ti? Po? S'ke që bën aty, do pi drogë, alkool, ai është demokraci, ha, hi, kuptoj që bëhet këtë. Nuk shikoj. Duhet të ndryshoj kjo gjë gjatë. Ora do shoj prap shqiptarët e popullit vogël. Dalin shumë afër, nuk bëjnë dot. Çfarë zakon? Jo, miku im thotë, të riqet, kuptoj. Duhet popull homogen. Për amerikanët nuk kanë histori është ama të nordin. Fusin me përjet kohë. Po mendon se duhet filloj dhe që nga patentat, ajo shaja, si e merr makinën? Jo, ai le dali pilot, ai kur mëson makinën bën dëm. Ku se mëson ka frikë, thashë po, besimi të prurë të vetvetja. O kuptoj dhe kjo është kësoja? Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirupafshim. Dhe nuk e di nëse e ke dëgjuar, por ditët e fundit ka një shtim të madh të numrit të aksidenteve rrugore. Pse mendon se vjen kjo gjë? Mas pakujdesia. Pakujdesia. Po. Çfarë ke vënë re këtu, për shumë për sa ditë je, a zbatohet kodi rrugor, a bëhet? Jo. Njerëzit kalojnë me të kuq, edhe se në përkryqëzime janë quar disa semafor, nuk i respektojnë semafort, kalojnë me të kuq, makinat kalojnë me të kuqe, zero. Me Po pak vetë fjalë. shoferët? Shoferët janë njësha fare. Ti për shumë aty ku jeton, si është situata? Është shumë Unë jetoj në Kanada, situata është shumë e mirë. ka Rrugët me s'krasohet. Jo Shqipëria, po as Italia. S'krasohet. Rrugët janë të gjera, të bollshme. Çfarë jep ti nga eksperienca? Nuk e shabën. Qytetet bregdetare u trenfishohet popullsia Bearit gjatë stinës së plazhit. Dhe rrugë janë të ngushta, janë pak, trafiku është i madh. Kështu që po. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Sezoni veror dhe mbipopulimi i rrugëve ka ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve dhe në qytete të tjera në rang vendi, sidomos në ato bregdetare. Disa viktima dhe shumë të plagosur është bilanci tyre në Shqipëri për gjatë korrikut. Për pensionistët e Vlorës, mundësit për të kaluar kohën e lirë janë të kufizuara sipas tyre. Ata shprehen se pensionet e ulta nuk u lejojnë as shpenzimet më të vogla, e jo më pushimet apo vizitat e fëmijët në emigrim, ndaj kërkojnë më shumë investime për moshën e tretë. Në Vlorë mungojnë mundësit që mosha e tretë të kaloj kohën e lirë, të ulur në stola në hapësirat e gjelbëruara në qytet, duke u larë në det apo në shëtitje në diell. Janë të vetmet mundësi që pensionistët e Vlorës të kalojnë kohën e lirë. Ditën e tyre e përshkruajnë tepër monotone, pa patur mundësi të bëjnë asgjë tjetër. Do të donin që edhe ata të shkonin me pushime apo të kalonin disa ditë tek fëmijët në emigrim, por thonë se ekonomia u aprivon këtë të drejtë. Sipas pensionistëve të qytetit me pensionet që kanë nuk ja dalin dot të konsumojnë asnjë kafe. Pensionistët thonë se edhe vendet ku në Vlorë mund të
të kalojnë kohën mungojnë, ndaj apelojnë që të ketë investime për ndërtimin e tyre. Kalojnë kohën e ri nuk e kaloj shumë në Vlorë, me thënë drejtën. Unë lëviz, vete jashtë Vlore. Unë shkoj 2 orë në plazh nga ora 6:30 deri në orën 8:30. Jo, në të gjitha ambientet jo. Dhe ekonomia do bët po në radhë parë nuk janë vendet për të ndonjë në moshat e treta. S'ka vend. Të riktheheshin vendet publike në vend frekuentimi. Fillon që nga fëmia deri te plaku. Pa mirë të tjetë të plotësojnë me punë, kur i thonë. Kohën e lirja duke ndonjë. Pensionistët çfarë duan të kenë pensionin sa më larg. Duan që jo të plotësojnë kushtet e jetesës, po të kenë të hanë, të jetojnë si do kudo. Kohën e lirë, ku do t'i bëjmë, ja vetëm kjo lulishe, venda tjera nuk kemi. Po, e në një lëvizje ta bëjmë urban, nuk na je bashkia ato që të lëvizmë ashtu se s'na del. Po, si ku flite për ndryshuar, po nuk po ndryshon. Ja, i dalim në qarke. Dhe bushojmë këto vemi rinë dalëm po dhe që e kalojnë kohë në këte hive. Po të partan, dhe ku të vemi. Edhe mirë jemi në ekonomia, ne thoshim para këshu. Do japën sadaka, edhe ne japën në sadaka në 2 lekë. Ekonomia e shtetit është këshu, plot, deri me thas, neve në japën për sadaka. Birë që të ulemi në kafene. Urzon është, nuk kam që kam. Ai shtoj një lap, unë shtova një lap tjetër. Qartë dite. Ulemi në stol këtu, se s'kemi me të pim një kafe. Aq, se mua betme. Një kafe. Qa pensioni? 100 lekë. Edhe ngrëm me vetë 100 lekë edhe 200 lekë, mos i hëngqin ato dhe gjithë ata parlamentit. Qartë për njësoj me mbajti 15 vjetë. Jemi të nxehur. Në qytetin e Vlorës janë vetëm 2 vende ku pensionistët mund të luajnë dhe të kalojnë kohën e lirë. Lulishtja e shkrimtarëve sajuar me tavolina nga ata vetë, si edhe ajo e Kalit të Trojës, ndërsa mundësitë të tjera nuk kanë. Dy operacione kërkim shpëtimi janë zhvilluar brenda pak orësh në zonat malore të jugut, pasi 2 grupe turistësh të huaj humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar në terene të vështira. Rasti i parë u regjistrua në malin e Çikës, ndërsa tjetri në zonën e Gjipes. 2 operacione shpëtimi brenda pak orësh turistët humbin orientimin në malet e jugut. Nga mali Çikës në Gjipes, strukturat e kërkim shpëtimit në teren përballen me raste të përsëritura të turistëve të humbur. 2 operacione kërkim shpëtimi janë zhvilluar brenda pak orësh në zonat malore të jugut, pasi 2 grupe turistësh të huaj humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar në terene të vështira. Rasti i parë u regjistrua në malin e Çikës, ku 3 turistë gjerman dhanë sinjalin SOS, pasi humbën orientimin dhe mbetën të bllokuar mes shkëmbimeve. Operacioni zgjati rreth 4 orë dhe në të u angazhuan efektiv të njësisë speciale Delta, shërbimet e policisë së Vlorës dhe punonjës të administratës së zonave të mbrojtura. Për shkak të terrenit të thyer në operacion u përfshi dhe një helikopter. Pas lokalizimit 3 turistët u nxorën nga zona e vështirë dhe u transportuan drejt qendrës shëndetësore të Palasës, ku morën ndihmën e parë mjekësore. Fatmirësisht ata janë jashtë rrezikut për jetën. Por ndërsa operacioni në malin e Çikës sapo kishte përfunduar, strukturat e kërkim shpëtimit u përballën me një tjetër emergjencë, këtë herë në Gjipe. Një baba holandez dhe 2 fëmijët e tij të mitur kishin humbur orientimin në zonën malore. Pas marrjes së njoftimit, efektivët e njësisë speciale Delta nisën me njëherë kontrollet në terren për gjetjen e turistëve. Pas kërkimeve 3 shtetasit holandez u lokalizuan dhe u nxorën nga terreni i vështirë, ata morën ndihmën e parë në vendngjarje dhe sipas informacionit paraprak janë në gjendje të mirë shëndetësore. Më pas u transportuan drejt spitalit për një kontroll më të specializuar. 2 operacionet brenda pak orësh rikthejnë në vëmendje vështirësitë që hasin turistët që eksplorojnë zonat malore të jugut të vendit. Mali Çikës dhe zona e Gjipes janë kthyer në destinacione të preferuara për turistët që kërkojnë të eksplorojnë natyrën, por terrenit e pisur, zonat shkëmbore dhe vështirësia për të orientuar në disa segmente i kthejnë këto eksplorime në situata emergjente. Vetëm ditët e fundit strukturat e kërkim shpëtimit janë angazhuar disa herë për turistë që kanë humbur orientimin në këto zona. Rastet e përsëritura ngren pikpyetje dhe për nevojën e forcimit të sinjalistikës dhe informimit të turistëve për rrezikun që paraqesin disa prej
shqigjeve malore. Në 2 rastet e fundit, ndërhyrja në kohë e strukturave të emergjencës dhe njësisë speciale Delta bëri të mundur që turistët të nxiren nga tereni dhe operacionet të përfundonin pa pasoja të rënda. Një denoncim është bërë në policinë e Vlorës nga pronari i një exchange në qytetin e Vlorës, i cili pretendon se një punonjëse punësuar për vetëm një dite ka marrë shumën e 5.000 eurosh dhe më pas është larguar nga vendi punës. Një exchange në qytetin e Vlorës në rrugën transballkanike është bërë objekti një denoncimi për vjedhje. Pronari i biznesit i është drejtuar policisë së Vlorës duke pretenduar se nga ambientet e exchange-it janë marrë rreth 5.000 euro. Sipas denoncuesit, personi që dyshohet për ngjarjen ishte punësuar vetëm një ditë më parë në këtë biznes. Pas marrjes së shumës së parave, ajo dyshohet se është larguar në drejtim të paditur dhe prej atëherë nuk është bërë me ditur vendodhja e saj. Pronari i biznesit ka bërë kallëzim në polici, ndërsa sipas burimeve, personi dyshuar është i datëlindjes 1986 dhe identifikohet me inicialet KZ. Tashmë pritet që policia të kryejë verifikime dhe të mbledh provat për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Denoncuesi ngrej gjithashtu dyshime se personi në fjalë mund të jetë i njëjti që më herët ka punuar në një exchange në Tiranë dhe se edhe atje dyshohet se ka vepruar në mënyrë të ngjashme, duke marrë para nga biznesi. Pronari i exchange-it në Vlorë bën thirrje personit të dyshuar që të kthejë shumën prej 5.000 eurosh, duke kërkuar që situata të zgjidhet pa pasoja të tjera. Ndërkohë, pas kallëzimit të bërë në policinë e Vlorës, pritet që autoritetet të verifikojnë pretendimet e denoncuesit, të identifikojnë dhe lokalizojnë personin e dyshuar, si edhe të përcaktojnë nëse kemi të bëjmë me një vjedhje dhe nëse ekziston një lidhje me raste të mëparshme të ngjashme. Deri në përfundim të hetimeve, pretendimet e bëra nga pronari i exchange-it mbeten në kuadër të denoncimit dhe nuk përbëjnë një përgjegjësi të provuar penale për personin e përmendur. Zjarret që po ndodhin për shkak të temperaturave të larta në vendin tonë dhe në të gjithë Europën nuk shkaktojnë vetëm dëme materiale, por rrezikojnë edhe shëndetin e njerëzve. Tymi zjarreve që përhapet përmban një përzierje ndotësisht toksik. Zjarret që po ndodhin për shkak të temperaturave të larta në vendin tonë dhe në të gjithë Evropën nuk shkaktojnë vetëm dëme materiale, por rrezikojnë dhe shëndetin e njerëzve. Tymi zjarreve që përhapet përmban një përzierje ndotësisht toksik. Ndotja e ajrit për shkak të zjarreve është edhe alarmi më i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, pasi tymi dhe toksinat që çlirohen në ajër përhapen me mijëra kilometra larg vatrës së zjarrit, duke dëmtuar cilësinë e ajrit dhe në zona urbane apo qytete me numër të lartë banorësh. Rreziku bëhet edhe më i madh në varësi të materialeve që digjen pasi zjarret shpesh përfshin plastik, bojra, pajisje elektronike e të tjera, të cilat çlirojnë kimikate në ajër. Më të ndjeshëm janë personat që vuajnë nga sëmundje kronike të mushkrive, të sëmurët kronik me probleme kardiake, fëmijët e vegjël, por simptoma shfaq dhe një person i shëndetshëm. Lëndët toksike në ajër vazhdojnë të shpërndahen edhe pasi janë shuar zjarret dhe po kështu pasojat në shëndet shfaqen më vonë në popullat, duke rritur sëmundshmërinë. Një zjarr masiv përfshiu mesditën e kësaj të mërkure fshatin Penkov, ku u dogjën disa automjete dhe u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale. Flakët u vunë në kontroll pas ndërhyrjes së zjarrfikseve nga Selenica, Vlora dhe Imara, ndërsa dëmi për biznesin privat llogaritet në 35 milion lekë të vjetra. Rreth mesditës së mërkurës, një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu fshatin Penkov në bashkinë e Selenicës. Flakët u prapën me shpejtësi të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era, duke krijuar një situatë të vështirë për forcat zjarrfikse. Në momentet e para ka qenë pothuajse e pamundur vënia nën kontroll e zjarrit, pasi bashkia e Selenicës disponon vetëm një automjet zjarrfikës. Për shkak të përmasave të flakëve, në ndihmë bëritën edhe ekipet zjarrfikse nga Vlora dhe Himara, të cilat punuan për disa orë për të lokalizuar vatrën. Si pasojë e zjarrit, janë ndjekur disa automjete të një subjekti privat, të cilat shërbenin për pjesëkëmbimi. Sipas pronarit të biznesit Tomjan Hysaj, dëmi ekonomik i shkaktuar nga flakët llogaritet 35 milion lekë të vjetra. Ai kërkon mbështetjen nga Bashkia e Selenicës dhe institucionet shtetërore për të përballur humbjet. Më është bërë një dëm shumë i madh. Me këtë punë e ushqejmë fëmijës jetës, po të paktën brenda mundësive bashkia, shteti na ndihmojnë, janë të paktën 100 makina, pjesëkëmbimi makinash të përdorura. Me këtë punë merreshim të ushqejmë fëmijët. Kjo është. Tani u shkatrova komplet. Po si minimumi të zësh një makinë 300.000 lekë. Tu janë pak në 120 makina, i thonë 30 ca mijë euro, ose 35 milion lekë. Jo, vetëm pjesët. Pjesëkëmbimi? Po, pjesëkëmbimi. Mbaroj çdo gjë. Gjysmore dëm, përfundoj gjithçka. S'kish mundësi asnjë, as zjarrfiset asnjë. Shumë zjarr i madh. Të paktën duaj një ndihmë të vogël nga bashkia, nga shteti të më njojë dëmin të paktën. Se jemi mes 4 rrugëve tani, ku do vemi.
Shefi i emergjencave civile pranë bashkisë së Selenicës Arqile Kokalli bëri me dije se ndërhyrja për bashkëtesja fikseve nga Vlora, Selenica dhe Himara bëri të mundur lokalizimin e flagëve duke shmangur për hapjen e mëtejshme të zjarrit në zona të tjera. Megjithatë, puna në terren vijoi deri në shurin e plotë të vatrave aktive dhe mbajtjen e situatës në kontroll. Situata është vënë në kontroll. Na erdhën në ndihmë mjetet zjarr fikses të Bashkia Himar dhe nga Bashkia Vlorë. Po thuaj se aty zjarrin e kemi vënë në kontroll. Është kjo pjesa e buzës lumit që digjen në rrete. E rëndësishme është që dy banesa që kishin këtu poshtë kanë shpëtuar, pa u dëmtuar, dhe banesat, nëse ato banesë zjarri do provonte lart, atëherë do kishim rrezik për fshatin tek Kobra. Tani janë duke u djegur shkure anës pjesës lumit aty. Po thuaj se zjarri është vënë në kontroll. Nuk kemi bërë një bilanc tani se sa është, por janë djegur dhe ka qenë këtu një pikë që grumbulloheshin mjete servisi, nuk e di, është një fjerë nga Selenica, ishte ai pronari, ato mjete janë dëmtuar komplet. Këtu dhe pjesa nën rrugë që e kanë rruga për në Bashkinë Selenica. Nuk kemi informacion sakt për këtë problem tani. Fatmirësisht nga zjarri nuk pati persona të lënduar, ndërsa dëmet janë vetëm materiale. Shkaqjet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta dhe pritet të zbardhen nga hetimet e institucioneve përgjegjëse. Një muaj i pasur me aktivitete, kështu e quan korrikun kuratoria e Galerisë së Arteve Ermelinda Gjebro, sipas së cilës organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë, shumë evente kulturore artistike kanë rezultuar më shumë se të suksesshme, pasi kanë tërhequr vëmendjen si ardashësve vlonjat ashtu dhe turistëve të huaj. Muaj Korrik në Qendrën Kulturore Vlorë ka qenë një muaj i ngjeshur me aktivitete. Ermelinda Gjebro, kuratore e Galerisë së Arteve, thotë se përgjatë korrikut, në Galerinë e Arteve janë zhvilluar një sër eventesh, duke nisur nga ato festive deri tek ekspozitat. Sipas Gjebros, përgjatë korrikut, një sukses të madh kanë pasur kryesisht ekspozitat me piktura të artistëve vlonjat, të cilat kanë qenë të shumta dhe janë zhvilluar në Galerinë e Arteve. Qendra Kulturore Vlorë ka mbyllur një prej muajve më të rëndësishëm atë sezonit veror dhe kryesisht muaji Korrik ku ka dhe shumë turistë të huaj që vizitojnë vendin. Si mbyllur muaj Korrik? Ka pasur për ju le themi arritje të qëllimit? Po, muaj Korrik ka qenë një muaj me shumë aktivitete, një muaj i ngjeshur me aktivitete të jashtme, po i quaj aktivitete në sheshe, që janë koncerte, aktivitete për fëmijë, gjithashtu dhe aktivitetet që ne i organizojmë brenda, që janë më së shumti të galerisë. Galeria ka patur dy aktivitete të rëndësishme gjatë muajit Korrik. Aktiviteti i parë ka qenë i dy artistëve vlonjat, që ka qenë Fabian Muhameti dhe Kristaq Pavli. Të dy artistët vendosën që të bashkëpunonin për të hapur një ekspozitë në galerinë tonë dhe ekspozita e tyre rezultoi mjaft e suksesshme. Gjithashtu në muajin Korrik ishte pjesë e galerisë artisti Libran Drami, i cili erdhi me ekspozitën e tij Lashtësi greke. Ishte një ekspozitë ndryshe nga çfarë kemi parë muajt e fundit dhe ishte mjaft e vlerësuar dhe interesante. Gjebro thotë se pjesë e shikuesve këtë sezon veror nuk kanë qenë vetëm artdashësit vlonjat, por edhe turistë të huaj nga vende të ndryshme të botës. Ju ka kënaqur pjesëmarrja edhe themi e publikut dhe ka pasur të huaj të cilët i kanë vizituar këtë aktivitet apo ekspozita? Pjesa më interesante e muajit Korrik, kjo ka qenë sepse ka patur më shumë pranishmëri të turistëve të huaj, të cilët kanë parë njoftimet edhe online, po edhe me grupet e tyre që njohin, të cilët kanë miqtë të tyre apo të njohurit e tyre në qytet. Kjo ka qenë ajo risia e Korrikut, pra pjesëmarrja më e madhe e turistëve. Sipas Ermelinda Gjebros, edhe përgjatë gushtit aktivitetet të tjera në sheshe, por edhe në sallat të mbyllura do të zhvillohen nga Qendra e Kulturës Vlorë. Duke renditur disa prej tyre, ajo ka një ftesë për publikun vlonjat dhe jo vetëm, që të bëhen pjesë. Ndërkohë jemi në muajin e gusht, një tjetër muaj i rëndësishëm i sezonit veror. Çfarë keni parashikuar në përgjithësi? Muaji i gusht do të vijojë sërish me shumë aktivitete, përderisa është një muaj që akoma më shumë ka prurje turistësh. Koncerte të ndryshme në shesh, të organizuara nga Bashkia dhe Qendra Kulturore, cirk për fëmijë në ditë të ndryshme, gjithashtu dhe ato janë në sheshe. Nga pjesa e galerisë, ne kemi çelur një ekspozitë ditën e djeshme. Çelëm një ekspozitë të artistes Irena Sota. Irena është një artiste
ose piktore, po i quaj amatore, nuk është profesioniste, por Irena është shumë e mirë në pikturë, siç e shikoni dhe nga pikturat që ndodhen pas meje. Gjithashtu, në muajin gusht do të kemi një ekspozit tjetër të dy artistëve, Roland Harizi dhe Eda Mollaj. Rolandi dhe Eda kanë marrë pjesë në një ekspozit para pak muajsh në galeri dhe pasi ngelën shumë të kënaqur dhe të vlerësuar, vendosën që të vinë sërish. Ekspozita e tyre do të çelet në datën 12 dhe shpresojmë dhe presim një pranishmëri të njerëzve të lartë. Keni një mesazh ka për gjithë ata të cilët le të themi ftoni që të bëjnë pjesë? Po, patjetër, të gjithë qytetarët, pse jo dhe turistët dhe emigrantët, po i quaj që kthehen në vendlindjet në këtë muaj, mund të shikojnë në faqet tona online, të shikojnë njoftimet, kalendarin ton dhe të interesohen për të gjitha aktivitetet që ne zhvillojmë. Dhe ata të marrin pjesë dhe të shikojnë një pjesë të kulturës së Vlorës dhe të ngelen të kënaqur dhe të marrin një vlerë më tepër gjatë pushimeve të tyre. Koncerte, aktivitete sportive në sheshet kryesore, teatri i kukullave, ekspozita në pikturë, aktivitete në bibliotekën kryesore kushtuar librit, janë disa prej aktiviteteve të ndryshme të parashikuara nga Qendra e Kulturës Vlorë për gjatë muajit gusht. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.